Përsa i përket Kosovës, Kosova është shtet tjetër. Kosova nuk është një krahinë e Shqipërisë, në kuptimin nuk varet nga Shqipëria, është një shtet tjetër, ka institucionet e veta, kështu që unë Albinin gjithmonë e kam thënë e takoj me shumë kënaqësi se na ecën muhabeti shumë mirë kur takohemi dhe bëjmë shumë humor me njëri tjetrin, po të kishte një kamera të shifte kur unë takohem me Albinin do habite i gjithë dynjaja. Por nuk jemi në kushtet që unë t'i them hajde këtu ti, ai jo, kështu që kemi një respekt reciprok, por secili ka shtetin e vet, qeverinë e vet, mendjen e vet. Fatmirësisht qëllimet i kemi të përbashkëta, metodat i kemi të ndryshme, jemi dy njerëz ndryshëm, edhe s'ka problem. Qysh në kryet herës e kam pasur vijën time të kuqe. Unë nuk bëj babën e askujt që ka shpinë e vet. Kosova ka kryeministrin e vet, ka institucionet e veta dhe ka pas një kohë përpara se sa unë bësha kryeministër kur nga Tirana i tregohej Kosovës se çfarë duhet me bë, edhe i shkohej në Shkupe në Tetov dhe i tregohej atyre atje se çfarë duhet me bë. Kanë qenë vite shumë brutale për nga vulgariteti i politikës së jashtme në tërësi dhe politikës rajonale në veçanti. Brutalisht ignorancë, që ka sjell vetëm dëme. Është e vërtet që unë jam bërë sebeb, ose më saktë nuk jam bërë unë sebeb, por bashkarisht me të gjitha forcat politike në Maqedoni, kemi pasur një tryezë përpara formimit të qeverisë mbas zgjedhjeve, nuk e kujtoj eksakt tani vitin, ku unë thjesht kam lehtësuar uljen së bashku dhe komunikimin mes tyre. Ajo që u quajt platforma e Tiranës, që në të vërtet ishte një dokument i dakordsuar mes të gjitha partive shqiptare në Maqedoni, për çfarë ata kishin përbashkët. Në mënyrë që cili do që do t'ju propozonte futjen në qeveri të mos bënte dot teknikën e njohur për çfarë sundo. Pra askush të mos hynte në qeveri pa marrë garanci që ato pikat e dokumentit nuk do të konsideroheshin nga kryeministri propozues. Kjo ka qenë platforma e Tiranës, funksionoi aso kohë, nuk ishte e lehtë me i ul gjithë bashkë në një tryezë, njëri më shqiptar se tjetri, dhe u bë diçka shumë pozitive në atë kohë. Por dua t'ju them që ishte kërkesë e tyre, nuk ishte nxitja ime. E pash që e kishin këtë disponim, edhe unë thash, okay, hajde në Tiranë, uluni, flasim. Dhe në fillim kur kanë ardhur, të gjithë ishin të shpërndarë në përpikat ndryshme në godinë e kryeministrisë, se nuk rinin dot në një sallë me njëri tjetër. Nuk uleshin dot kështu. Pastaj u ulën gjithë bashkë. Dhe kjo ishte diçka shumë pozitive. Por që edhe diçka tjetër. Unë nuk kam pasur, unë kam një miqësi që nuk e mohoj, jam krenar për atë miqësi, për arsye historike, personale, si doni, me Ali Ahmedin, por
por askush nuk thot dot dhe nuk mbështet dot me fakte që unë të kem ndërhyrë ndonjëherë në fushat në Maqedoninë e Veriut, që unë të kem bërë ndonjëherë në një gjë për të favorizuar njërin dhe për të sulmuar tjetrin, larg qoftë. Kam qenë gjithmonë respektues sepse besoj që kjo është mënyra më e mirë se si mund ndihmohen ata. Merakë të tjera ka? Po, një merak nga krau andej. Po se e vlonjati nuk të ndizet. Ka frikë. Ja. Po. Përshëndetje zoti kryeministër, unë quhem Enes Kaçana. Shiko, edhe ty, edhe ati tjetrit që si punon mikrofoni, dhe ati tjetrit atje, u deshën vajzat që të tregojnë si funksionon, e kupton apo ja? A merr vesh. Keni një lodhje, do me thënë, nuk e di, a ju vjen nga që rrini me algoritmin gjithë ditën, a nuk e di. Jepi. Unë jam nga qyteti i Vlorës dhe doja të bëja dy pyetje në lidhje me çështjen për projektin e Zvërnecit, ku për disa është simboli i zhvillimit dhe një Shqipërie që tërheq investime strategjike dhe për disa është simboli i frikës që do të humbin natyrën e tyre të pazvendësueshme. Dy pyetje që kisha është se çfarë do të ndodhi me Zvërnecin dhe çfarë do të thoni atyre që mendojnë që ky zhvillim do të bjerë mbi kurrizin e natyrës. Faleminderit. Falenderoj. E para, duhet kthehem edhe një herë aty ku ishim më parë në bisedë, tek algoritmi, dezinformimi, alarmi dhe faktet. E kam thënë në ditët e para të asaj protestës dhe përsëris, sikur unë të besoja çfarë u tha për Zvërnecin, jo do kisha dalë në protest, po do isha akoma aty. Sepse ajo që u tha, ato që u thanë ishin të tmerrshme. Por fatmirësisht të pavërteta. Dhe ajo që është më e vështira në këtë kohë të re ku kemi hyrë është si bëhet me të vërtetën dhe si bëhet që njerëzit ne të informojmë më mirë dhe njerëzit të ndjehen të informuar si duhet dhe mos të ndjehen të lënë jashtë procesit. Se ky është një problem më vete. Dhe këtu unë nuk fajsoj njerëzit. Këtu unë e kërkoj përgjegjësinë tek vetja edhe tek mënyra se si ne jemi mësuar të ndërtojmë komunikimin, që me sa duket është një mënyrë që sot duhet ripar. Sepse nuk e sjell rezultate. Dhe kostoja është shumë e lartë për një dezinformim aq të madh të kesh një kosto kaq të madhe. Majin ne kemi pasur me një rritje tjetër shumë të lartë të turizmit, qershorin nuk e kemi. Shifra e fundi që kam parë është barazim me vjet. Ndërkohë që po të shohim trendin nga janari duhet ishte bum. Kemi pasur anullime pafund. Në emër të Shqipërisë janë goditur shqiptarët. Është goditur puna e njerëzve që janë në pritje gjithë dimrin që të vi kjo kohë. Janë goditur të ardhurat. Dhe përse për arsye që janë shumë më komplekse se sa Zvërneci, patjetër,
Por tani këtu flasim për Zvërnecin, se aty u bë gjithë, aty u ngrit historia e tradhtisë, e shitjes. Sikur të ishin gjithë tradhtarët si puna ime, Shqipëria s'do kishte asnjë tradhtar. Fakti është që e gjithë përpjekja ime me të gjitha të metat dhe me të gjitha gabimet qysh se unë kam filluar të merrem me politikë, ka qenë e lidhur me të bukurën, ka qenë e lidhur me pastërtinë, ka qenë e lidhur me transformimin fizik të hapësirave, sepse unë besoj shumë që e bukura ka një impakt të pachmuar pastaj në të gjithë zinxhirin e vlerës që krijon shoqëria. Vende të bukura dhe të varfra ka, po më gjetet një vend të shëmtuar dhe të pasur, ma tregoni. Në shëmti nuk bëhet pasuri. Flas për komunitetin, flas për punën, nuk flas për kriminalët. Në shëmti ka vetëm krim dhe lum. Edhe njerëz që mbijetojnë. Tani, e gjithë historia ime në detyrë flet për një përpjekje të vazhdueshme, herë me sukses, herë pa sukses, për t'i bërë gjërat më bukur, për t'i bërë qytetet më bukur, për t'i bërë hapësirat më të bukura, për të bërë më shumë për natyrën. Po shikoja se po bëjmë një film të shkurtër për çfarë kemi bërë ne për natyrën. Me siguri shumë nga gjërat nuk dihen, po kemi mbjellë 5 milion pemë. Kemi bërë një sistem të tërë të zonave të mbrojtura. Zonat e mbrojtura i kemi bërë ne. Ligjin e zonave të mbrojtura, i pari ligj i zonave të mbrojtura e kemi bërë ne. Agjencinë e zonave të mbrojtura e kemi krijuar ne. Dyzet e kusur hidrocentrale, leje të dhëna më parë, në shtratin e Vjosës i kemi anulluar ne. 9 hidrocentrale në Valbon, nga 11-2 nuk patëm që t'i bëjmë sepse ishin nisur, po 9 hidrocentrale në lumin e Valbonës i kemi anulluar ne. Pra, të anullosh gjithë këto hidrocentrale nuk është të prishësh tenda. Është të shkosh kundër interesash financiare të mëdha. Kemi bërë. Tani, si mund të jemi ne dhe si mund të jem unë njeriu që do betonizoj Zvërnecin. Qa muhabeti është? E vërteta është që unë besoj shumë se ne jemi një fazë që mund të shkojmë shumë më lartë ose mund të shkojmë poshtë. Pse? Sepse turizmi masiv ne nuk na çon shumë më lartë, po na çon poshtë. Dhe ne duhet kalojmë tek një kategori tjetër turisti dhe konsumatori. Ne duhet kërkojmë që këtu të vinë ata që shpenzojnë shumë. Juve të gjithë e keni dëgjuar Mykonos. Çfarë është Mykonos? Mykonos është një vend ku shkojnë turistë që konsumojnë shumë. Edhe është një vend i vogël që ka të ardhurat më të larta gjatë sezonit të verës nga të gjitha destinacionet e tjera të Greqisë. Pse? Sepse aty ka tjetër nivel. Ideja që këto rezortet e mëdha turistike të luksit janë për ata që vinë, nuk janë për ne, është një idiotësi. E kundërta është e vërtet, ato sjellin
të ardhura në ekonominë tonë shumë më tepër, njëri nga ata sjell në ekonominë tonë shumë më tepër se sa sjellin 100 që janë të nivelit më të ulët. Është e provuar, sepse ata nuk vinë në hënë. Ata vinë në një vend ku në ratë parë do të marrin njerëzit që punojnë. Jo po, nuk do më marrin ne ata, do marrin Filipinasit. Pa tjetër, do të marrin dhe Filipinasit në qoftë se ti nuk do që të shkosh të punosh. Sot, këtu ku jemi, në këtë vend ku jemi, në gjithë këtë gjë, nuk ka paga. Nuk ka paga më të ulta se në Greqi. Nuk ka. Në të gjithë zinxhirin. Nuk ndodh. Sot hotelet në Shqipëri nuk e kanë më pyetjen që sa të paguaj, a do punosh as do punosh. Dhe pagat janë si në Greqi. Tani i doni si në Gjermani. Duhet të shkojmë në një nivel tjetër. Tjetra. Po mirë, çfarë do hanë ata njerëzit? Do vi me bukë me vetë ata? Me bukë me vetë do vinë që do hanë produktet që do prodhohen këtu? Ai resort është një fabrik përpunimi për produktet e gjithë zonës. Edhe për tej. Po për të lëvizur, si do lëvizin? Bicikleta. Ku të shkojnë butrin, do shkojnë bicikletë. Se do dalin nga aty. Do shkojnë butrin, do shkojnë kalat kaninës, do shkojnë andej, do shkojnë këtej, si do bëjnë? Bicikletë. Gjithë sistemi transport. Po peshkimi. E të tjera e tjera. Dhe është e provuar që 1 euro që hyn në një resort luksi përkthehet në 1.6 deri në 2 euro që jashtë resortit. Vim tani tek projekti. Ju e keni parë, që nga koha e nazizmit edhe e komunizmit nuk ishte ndodhur që të shkonte një libër në prokurori. U mor një libër, shkoi në prokurori. Çfarë është ai libri? Projektet e arkitektëve të huaj në Shqipëri. Projektet e arkitektëve të huaj në Shqipëri, të cilat janë projekte të investitorëve shqiptar që duan të bëjnë ndërtime. Pra, nuk është se arkitektët e huaj vinë bashkë me ndërtimet. Vinë që të bëjnë projekte për ata që të ndërtojnë këtu. Dhe o do t'i bëj dikush, o do i bëj dikush tjetër, o dikush tjetër. Tani, është më mirë që godinat tona, se po vija dhe pashca pallateve që po ndërtoheshin nga i pa ndalshmi kryetari i Bashkisë Kavajës. Po ndërtoheshin, nuk flet njëri asgjë, nuk thot njëri asgjë, aty vazhdon një pyllëzim pallatesh. Niveli Z. Çfarë problemi kanë këta që niveli arkitektonik dhe niveli i ndërtimit të shkojë komplet në një kategori tjetër? Çfarë problemi kanë këta që Shqipëria të bëhet një vend ku ndër të tjera të vinë edhe për arkitekturën? Bilbao ishte një qytet i mallkuar për shkak edhe të gjithë historisë së terrorizmit, ETA e ku diun se çfarë. Me një muze të Frank Gehryt, Bilbao u kthye në një destinacion që u transformua komplet ekonomikisht. Vetëm me një muze. Muzeun e paguan qimet e kokës, gjithë ata sorrat, se sorra ka kudo, u hodhën që ç'është kjo, si do harxojmë ne 100 milion për një muze, vetëm nga i muzeu. Tani, vinë njerëz në Tiranë, vinë të huaj në Tiranë, dhe në Tiranë 3-4 ndërtime janë nga këto të rejat që kanë marrë formë nga përfunduar, edhe e shohin Tiranën sigur ku po shkojnë. Çfarë problemi kanë këta me këto? Pse që nga problem?
Po kur shkojnë lojtarët shqiptarë që luajnë në kampionatet e tjera, pse nuk çuditen këta? Pse nuk çuditen? Ne jetojmë në një botë hapur, çdo më thënë kjo arkitekti huaj, arkitekt shqiptar. Dhe për më tepër, kjo është një shkollë në natyrë për të gjithë arkitektët shqiptarë, që të mësojnë, që të bashkëpunojnë me mjeshtra dhe të nesër të bëhen ata emrat më dhejnë në botë. Më thoshte një nga të arkitektëve huaj i kinez, asmos u çudit fare tha në Kinë njëti muhabet. Kur në fillim erdhën arkitektët e huaj, thoshin shton edhe në Kinë, që është vend inxhinierësh, që është adeu i inxhinierëve sot. Për këtë projekt janë mbledhur disa nga arkitektët më të mirë të botës. Njëri prej tyre është Kengo Kuma, japonez, ka ndërtuar edhe në zonat mbrojtura në Japoni. Merrni, shikojeni, a mund të imagjinohet që të vi gjithë ai maestro nga Japonia që të vrasi këtu zogjt? Inxhinier mjedisi, është angazhuar një nga studiot më të mëdha të botës, e famshme për zhvillimet nëpër laguna, Turanscape quhet, merrni shikojeni. Dhe në ndërkohë po punohet për vlerësimin e impaktit në mjedis. Po le t'i lëmë të gjitha këto. Ta zëm se të gjitha këto nuk kanë në rëndësi, që këto janë thelbi. Sepse të dalësh dhe të sulmosh një projekt që akoma nuk është bërë, është inkuizicion. Ku e di ti se si do jetë? Po le t'i lëmë gjitha ato. Në fund fare, një gjë është pak po e sigurt. Ne nuk bëjmë dot një projekt që nuk e pranon Bashkimi Evropian. Nuk e bëjmë dot. Ose duhet të themi nuk shfutemi në Bashkimin Evropian. Kaq e thjeshtë është historia. Kaq e thjeshtë është historia. Dhe kur the Bashkimi Evropian, unë flas për Komisionin Evropian, nuk flas për ato 3-4 të gjelbrat që erdhën këtu dhe flisin për çat. Faleminderit.